Një tjetër grua e moshuar nga rajoni i Kumanovës do të zhvarroset pas fillimit të hetimit për një seri vrasjesh në rajonin e fshatrave Starona Goričan dhe Çellopek, për të cilin dyshohet 25 vjeçi Trajko Bojkovski, një bari nga fshati Mllatino, i cili aktualisht është në paraburgim në Këshanjë të Kumanovës. Prokurori i çështjes tha se me zhvarrosjen e sotme Kufoma do të dorëzohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi dhe me një të mbjetuar dyshohet se brenda një viti ka pasur 4 viktima, nga i njëjti për shkak të ngjashmërive në zgjedhjen e viktimave që jetonin vetëm dhe mënyrën e ekzekutimit. Javното обвинителство и понатака продолжува да превзема мерки и активности, да издава наредби и да прибавува докази со кои се испитуваат сите околности поврзани со предметот. Исто така може да известиме јавноста дека во текот на наредните денови е планирано уште една ексхумација за уште една жртва за која што се сомневаме дека е жртва од кривично дело. Prokuroria tjetër e Kumanovës, Teuta Ramadani, vuri në dukje se hetimi fillon pas raportimit të viktimës së mbjetuar 83 vjeçare Slobodanka Arsovska nga Çellopeku, e cila fal guximit dhe qetësisë së saj arriti të shpëtojë veten nga vrasësi 6 muaj më parë, duke i thënë bariut se djali i tij është në katin e sipërm të shtëpisë. Ramadani tha se mund të zgjerohet hetimi edhe për mosveprim të policisë në denoncimet e ngjashme për dhunë. Prokuroria akoma nuk ka marrë në pyetje të dyshuarin, pasi që për të njëjtin pritet një ekspertizë psikiatrike nga doktorët kompetent. Nuk mund të di motivet e vrasjes serike, por nuk ka gjetje për përdhunim të dëmshuarve, po në disa raste ka pasur edhe vjedhje në shtëpitë e viktimave. Hetuesit kanë urdhëruar që në një interval kohor të gjitha gratë e moshuara që kanë dëruar jetë në atë rajon dhe ka pasur paraqitje në polici, do të investigohen për lidhshmërinë për këtë të dyshuar për vrasje. Banorët e Çellopekut dhe Dragomancës janë të shqetësuar me dyshimin se bariu 25 vjeçar mund të ketë pasur një bashkëpunëtor, por nga prokuroria thonë se deri në këtë fazë të hetimit nuk ka tjerë të dyshuar. Основното јавно обвинителство Куманова донесе наредба за спроведување на истражна постапка спрема истото лице, со што фактички ја прошири истрагата за уште едно кривично дело убиство, кое согласно кривичниот законник е кривично дело убиство од член 123 став 3 од кривичниот законник, за кое дело е предвидена доживотна казна затвор. Trajko Bojkovski dyshohet se ka vrarë brutalisht 78 vjeçaren MS në periudhën nga 27 janari deri më 12 shkurt, në një datë që ende nuk është e përcaktuar në Çellopek në komunë të Starona Goričanit. Nuk dihet sakt numri i viktimave apo periudha për të cilën janë kryer veprat penale, por që këto viktima që janë ekzaminuar deri më tani janë detektuar gjurmë të ADN-së të dyshuarit si vrasës serik. Autoritetet bëjnë thirrje tek banorët e atij rajoni që nuk ka vend për panik dhe se zona po mbikëqyret nga policia.